cilët janë përgjegjës për mbiqen e Husejnit. E para janë banorët e Kufës 12.000 që ja kanë dhënë besën dhe e kanë ftu me arë, që tregum dersin e kaluar. Është përgjegjës gjithashtu Ubejdullah ibn Ziyad. Para ta e ka gjetën Ubejdullah ibn Ziyadin dënimin si që ka mi. Said ibn Jubair kur hin pallatin e Haxhaxhit, edhe Haxhax ibn Yusuf e Thaqafi i thot: ja Said, qish po ke dëshirë me të mbyt? Tha: ja Haxhax, këshirë ti qish don me vdek, mbytëm qashtu, se si që ke me mbyt Allahu ka me të mbyt. Ma e çuditshme për Ubejdullah ibn Ziyadin, me 10 Muharram të vitit 61 ka dhënë urdhër që me mbyt Hosejnin nipin e pejgamberit Allahut. Pas 6 viteve, me 10 Muharram vitin 67, Allahu e mbyt Ubejdullah ibn Ziyad. Njëjtën ditë, 10 Muharram, Ibrahim ibn Ashtar e mbyt Ubejdullah ibn Ziyadin dhe ja kput kokën ati ja qon Muhtar ibn Abi Ubejdullah i Thaqafi. Aja dërgon Abdullah ibn Zubairit, Abdullah ibn Zubairi ja dërgon kokën e Ubejdullah ibn Ziyadit, gjallit të Husejnit, Zejnul Abidinit, i quajtur Ali. Pastaj transmetohet me një rivajet, tregon Amar ibn Umeir, tha kur asjell koka e Ubejdullah ibn Ziyadit, tha e kanë lonë për para, tha po thojnë po vjen. Tha kur e kena hedh vështrimin, tha e kena pa një gjarpën të madh po vjen. Ka drejt dhe ka hi në ghunën e Ubejdullah ibn Ziyadit, ka imren, ka qëndru pak dhe ka dal, dhe ka shku. Pas një kohë, tha ka arë prap, qarpni dhe ka hi në hunën e Ubejdullah ibn Ziyadit, me i tregu të qallë dhe me i dhonë si mzullum qarve, që Allahu Azze wa Jell për ju ka pregatit dënim të dhemshëm, nga se nuk din me burgosi Allah dhe nuk din me dënusi Allah askush. Ta ini përzditi dhe dul Ibn Kathiri në Bidaja wa Nihaja transmeton dhe thot: të gjithë që kanë morë pjesë në mbytjen e Husejnit, interesant është se s'ka vdek asnjani e atyre pa u sprovu. Shumica prej tyrve janë bon të çmendur budall para se me vdek, atë qertë Allahu i ka dënu me smundje të rëndë. Me pas ko, jo kësha tregu gjithë që i kanë morë pjesë me çfarë smundje të çuditshme Allahu i ka dënu. Pra ata Allahu Azza wa Jell di lufta i ka shpall të hapur. Nja e ka përmen Kurani Kerim dhe në ata bojnë pjesë kejt kamatgji, ato që i kanë ble kera, kanë ble makina, kanë ble villa, kanë ble banesa, kanë ble shtëpi me kredit, ato kanë hin luft me Allahun Azza wa Jell. Kanë një luft që Allah e ka bo të hapën në Kurani Kerim, luftën e dit që Allahu Azza wa Jell gjithashtu e ka bo të hapën dhe ka paralajmëru për ta vetë Allahu Azza wa Jell në hadith al-Qudsi që e kanë nxjerr Imam Bukhariu nga Abu Huraira, thot Allahu Azza wa Jell: men adeli waliyan faqad adhantuhu bil harb. Ai cili ma shqetëson një të dashurin tim, le ta din se lufta ime është e hapur me ta. Kush ka takat dhe fuqi me qëndru me Allahun luft për ato që kanë miskulatur të cilën nuk poshon gjua e tjere, pa ja morë në derin e muslimanve, le ta din se me Allahun luft kanë hi, qofshin me mjekra apo pa mjekra. Allahu nuk ishi qënë fiziomit e jashtme,
vetëm ato nuk i shiqon, pa Allah, fillimisht i shiqon zemrat dhe veprat. Për ata, Allahu Azza wa Jall evlija i ka bo ato që i kanë frikë Allahun Azza wa Jall. Sa erë gjuhët tona, nuk poshojnë paja cenun derin e të dashurmit Allahu, apo të zgjedhurit Allahu. A i cili ja cenon derin e dekuj, sigurisht aje ka qafën e trash dhe shpinën e fort, nga se ka guxim me hin luft me Allahun Azza wa Jall. Po prej mëshirës Allahu që Allahu ka thonë me një hadith kutsi, inna rahmeti sabaqat ghadabi, mëshira ime ka te i kalu i dhrimin tem, mos ma shtron që Allahut ka mëshiru, se dita i dhrimit Allahut ka me ha. Ubejdullah ibn Ziyadit i ka ha, pa ata Jezid, kur kërkoj prej Ubejdullah ibn Ziyadit që ta merë komandën për të sulmu qitetin e pejgamberit Allah, tha Ubejdullah ibn Ziyad, ja Jezid, ko po ton me mqu, e mbi të nipin, gjalin e vajzës pejgamberit Allah, a mos ta lora atë dhe dhomën e Fatimas, edhe ta gjegi dhe t'i shpalli lup dhe dhomëve të pejgamberit Allah. S'mun Ubejdullah ibn Ziyad i ka të shumë me bardh për ty, s'pranoj të jetë komandanti ushtris që e sulmuan Medinën. Përgjithësin e majnë banorët e Kufës, Ubejdullah ibn Ziyadim, Omer ibn Saad ibn Abi Waqqas, i cili ish nis për gjihad në luft me 4.000 ushtar. Ubejdullah ibn Ziyadi e kthej, fillimisht ai nuk pranoj për ata. Djali motrës e ti e këshilloj, Hamza i biri Mughira ibn Shu'be tha, ja Omer, vallaj, me të dhonë dunjan dhe qka kanë ta nuk ka vler, nëse e mit nipin e pejgamberit Allah. Mirë po aje kishte një behane, që e kanë shumë musliman këtë behane, e ka dasht postin për këtë arsye. Ubejdullah ibn Ziyad i ka thonë, nëse nuk pranon që të dilsh në luft me Husejnin, do të derdhi shtëpin tane, bi kokën tane, dhe do të shkarkoj pi postit dhe pranoj, pa ata përgjithsin a i gjithashtu e ma, a përgjithsin ma të madhe, e mbon Jezid ibn Muawiya. Jezid ibn Muawiya e mbon përgjithsin ma të madhe, nga se Omer ibn Khattabi thonte, duke qenë Medinem, thojken Bagdad nëse një dele, e then kamën, vaj halli për Omerin, që ka mu pit në ditën e gjikimit, se si ja ka rafshu tokën delës. Omer ibn Khattabi e bante dert për delën, e pushtetar dhe qeveritar bashkohor, jo që të rafshojnë, po ta gropojnë, edhe nuk ja gropojnë deleve, po ja gropojnë atireve që kanë qenë pjesëmarrës të tërë. Harrohet, pas votimit çdo sen harrohet, para votimit i mbushmin gropat me zau. Për këtë arsye ato që i kishin përgjegjësi, nga se këto e dinë se nuk ka merët shimat, atëre bisedat për të ndera, ndërsa kamerat të cilët e përcelshin Omerin ishin gjithmonë kalt kur nuk u shimsh. E dishin se Allahu Azza wa Jall i përcel. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall ju hakmar ambicëve të Husejnit e Jezid ibn Muawiya përgjegjësinë më të madhe a je ban.